profili i çdo kandidati, sepse lista e Tiranës është një listë e cila kanë përbërjen e saj 49 kandidatë për deputet, 12 për të cilëve janë në listën e mbyllur dhe 37 për të cilëve janë në listën e hapur. Është një skuadër, siç e thash, e cila kombinon më së miri përbojën, eksperiencën dhe energjinë e të rinjve që i bashkohen skuadrës sonë për zgjedhjet e 2019. Pak me nga dalë zonja Manastiriu, Ose një shumë po të kërkosh edhe listën me të mbyllur. Patjetër. Lista, sikurse e thash, është e gjatë, nuk po dalim për shkak të kohës në prezantimin e profileve të kandidatëve. Në ditët në vijim, ju qytetarë do të njihen me profilin e gjithë secilit prej kandidatët. Do ta nis me listën e mbyllur të kandidatëve për qarkun e Tiranës. Lista e kandidatëve për qarkun e Tiranës kryesohet nga kryetari i Partisë Socialiste, kryeministri Edi Rama. Më tej, kjo listë vijon Ogerta Manastiriu, Elisa Spirovali, Lindita Nikola, Tauland Balla, Adea Pjerdeni, Albana Koqiu, Igdi Hasanaj, Delina Ibrahimaj, Ilva Gjuzi, Iris Luarasi, Erion Malaj. Pra kjo ishte lista e mbyllur për qarkun e Tiranës. Sa i përket listës së hapur të kandidatëve për qarkun e Tiranës, pra përfshin 5 bashkit, Tiranë, Kavaj, Vërvozhin, Borë, Kamës, për efektet të kohës nuk po ndalen tek organizimi elektoral dhe tek kandidatët të cilët punojnë pra dhe do të janë pjesë e organizimit elektoral në të gjitha bashkit, por në rend alfabetik po i rendis. Lista e hapur pra e kandidatëve për qarkun e Tiranës: Andi Seferaj, Anila Denaj, Antonela Dedej, Arben Kolumbi, Lendi Gonxha, Lendi Sulaj, Lerina Gjulameti, Edlira Jurmishaj, Eldi Çepeli, Endrit Brahimllari, Entela Ramusaço, Erion Braçe, Ermonela Felaj, Ervin Hoxha, Etilda Gjonaj, Etien Gjafa, Fatmir Gjafaj, Florian Ullazi, Linxhet Madhi, Halil Koloshi, Halit Valteri, Julinda Dame, Kejsi Elezi, Klotilda Bushka, Mimi Odeli, Mirgit Vata, Olta Gjatshka, Ornaldo Lakipi, Kandeli Majko, Persida Shkrepa, Laren Ndreca, Roj Bashaj, Silda Qepe, Sofika Leshi, Toni Gogu, Gjemal Qefalia dhe Ylli Shehu. Me këtë ekip, Partia Socialiste e Qarkut Tiranës kërkon sërish besimin e qytetarëve për të vijuar rrugën e saj të reformave dhe bashkë me skuadrën kombëtare të Partisë Socialiste të vijojë dhe të finalizojë ëndrrën e çdo shqiptari për ta çuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian brenda 2020. Erion Braçi ishte Shumë faleminderit. Po ishte. Pse janë futur në listë dhe përtej që kanë më shumë se një mandat e në listën e sigurt. Do t'ju shpjegojmë të gjithë profilet e kandidatëve